Kryetar, po është e vërtet që diskutimi 5 orë për raportin e integrimit është dakordsuar. Pra nuk u ngrit shqetësimi për këtë çështje. U ngrit shqetësimi që pse bashkohen të dyja çështjet. Dhe e vërteta është që bashkimi i dy çështjeve ka qenë një vendimarrje e njëanshme e mazhorancës në seancë plenare. Pra nuk është një çështje e dakordsuar mes palëve. Por nuk e kërkova fjalën për këtë, e kërkova për sqaruar faktin që raportimi i Këshillit Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit europian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korrespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Secili përgjigjet sipas përgjegjësive kushtetuese që ka përpara kuvendit Shqipërisë. Dhe nuk mundot që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht, edhe në draft rezolutën që do miratojmë, e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë, dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndodh në asnjë vend botës që kryeministri të vijë në kuvend që nga nisja e kësaj legjislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri përkatës për votat në kuvend. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Ka ardhur ku do mbronte Belinda Ballukun në kuvend, ka votuar kundër drejtësisë, erdhi edhe seancën tjetër se i duheshin 84 vota të Aulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe të japë llogari në seancë plenare, aq më tepër për një çështje që është prioritet kombëtar siç është integrimi evropian. Sa kohë ka marrë përsipër të na integrojë, pse fshihet? Të vi këtu dhe thot një qëndrim për procesin e integrimit. Se nga media kemi dëgjuar që brenda një muaji ka thënë 7 qëndrime ndryshme. Prandaj zoti kryetar duhet ta përfundoj. Duhet ta thrisni që të vijë dhe të jap llogari. Atë edhe krye negociatore. Si mund ndodhi që vjen prezanton raportin komisionet përgjegjëse dhe nuk vjen seancë plenare ministri i shtetit përgjegjëse për këtë çështje.